Puna qëndron këtu ta merrni vesh ju. Unë, kur ka filluar kjo punë e TikTokut, kam thënë që sikur të marrësh një telefon dhe të hapësh një TikTok dhe në momentin që e hap të TikTokun nxjerr një gomar aty te TikToku live 24 orë, njerëzit do bëhen kurioz dhe do rinë, do shikojnë, do presin momentin kur do plasi gomari. Jo, thoshin këta, këtu nuk funksionon. Është e sigurt që funksionon. E para, e dyta, kur njerëzit arrin dhe shikojnë fytyrat tona gjatë gjithë kohës, që s'ju mërzitën kurrë në ju, imagjinoni të dilte një gomar duke ngrënë gjembaç. Ky bidoni më tha dikush këtu në live, tha që kush të ndjek ty. Ata ndjekin bidonin ore. Jo me imagjino profesorin që ka qa thot. Pa përmendur asnjë njeri, pa përmendur emra, pa shar njeri, pa bër asnjë lloj skeme, pa bër asnjë lloj intrige, pa bër asnjë lloj dallaveri. E kuptoni apo jo? Kështu që qa ti themu këti 3-7-at që nuk di që e thot? O Mikaela, qa du them unë juve që nuk dini qa bëni për të bërë TikTok dhe pastaj thoni unë rini gjoksin. Nuk kam dashur kur që të bëj TikTok full time. E dini shumë mirë, ua kam thënë e ua them prap, unë e bëj TikTokun part time. Ju losni futbol dhe pagueni për punën që bëni, unë luaj kalqeto për qefin tim. E kuptoni ku është diferenca apo jo? Ju jeni profesionista ama futbolista, unë jam gjatë gjithë kohës duke luajtur kalqeto për qef. Unë los për qef kalqeto. Los me shoqërin, paguaj edhe 3.000 lekshin apo 5.000 lekshin e kalqetos, dhe los kalqeto. Nuk los futbol me iden që tifozat edhe reklamat, edhe publiciteti do më paguajnë qëran. Kështu që jemi krejtësisht të kundërt, që ta kuptoni, jemi krejtësisht të kundërt. Ervin Saliaj, unë nuk jam si gjithë tjerët, e vetmja gjë që të tjerët kanë dashur është të më bëjnë si vetja, jam munduar me forma nga më të ndryshmet, kanë hedhur balt pa fund, jam munduar të më fusin duke qenë një me të tërë, që nuk jam, dhe mua më vinë tek majëthorit të gjithë ata që flasin keq për mua, apo shajnë, apo vendojnë. Kështu që kur të më përmendni, sinqerisht, më kurseni sepse nuk fitoni pik se më përmendi mua. Për kundrazi, humbisni kur më përmendi për keq. Dakord ore, çuna të mirë dhe goca të mira që na përmendni jo për mirë. Unë godas që të dëgjojnë ata që kanë vesh, edhe të kuptojnë ata që kanë për të kuptuar. Ate që kanë bërë unë këtu në TikTok janë të rrallë ata që kanë bërë. Kur kam ndihmuar me shpirt. Kur kam bërë lojra, i kam bërë për qefin tim me lekët e mia. Kur bëj lojra që lozim tani me klevisin apo me ndonjë tjetër, më së shumti lekët që unë me hedhin njerëzit këtu ikin duke paguar dënimet e atyre, nuk paguaj qëra. As makarona nuk ha, se si shijoj dot, që ta kuptoni. Dhe unë kam pasur dhe kam vetëm një adres TikToku. Dhe nuk kam trequr ndonjëherë lek nga TikToku. Kam ja $7.000 gjendje tani aty, që do t'i përdor për të lozur me dënime me zotin Qela. Kaq.
Po qëra nga TikTok unë s'paguaj. Dhe diçka tjetër. Nuk jam blera po shitur ndonjëherë, apo nuk i kam thënë dikujt të hengsha mbretin, apo të qifsha mbretin, në varësi të situatës. Unë respektoj. Kush më respekton? Kush mundohet t'i imponoj respekt? Tiki nga ka ardhur se nuk funksionon, tek unë të paktën. Kështu që kam kaq kohë që jam i njëjti dhe kam kaq kohë që nuk ndryshoj. Kam kaq kohë që nuk blihem, kam kaq kohë që nuk shitem. Kam kaq kohë që mundohem dhe qëndroj vetvetja. Edhe diçka tjetër, pavarësisht se mund kemi bërë edhe mirë ndonjëherë atje ku nuk duhet, sinqerisht ja kemi lënë Zotit që t'i rregulloj gjërat. Edhe kur kemi bërë mirë atje ku duhet, sinqerisht ja kemi bërë Zotit, nuk e kemi bërë për personin në fjalë. Kështu që është gjëna i madh që dëgjojmë dhe shikojmë që ka shumë njerëz këtu që i bëjnë gjërat për show dhe kur nuk u ecën, fillojnë dhe u lërasin, bërtasin, thrasin, qirren dhe bëjnë seriale pa fund televizive, tiktokiste. Tani drejt që e mori, flas për ata që më kam përmendur. Për ata që s'kam përmendur ndonjëherë, rini të qetë, nuk kam gjë me ju. E kam për ju që kur ka qenë situata, e keni përmendur emrin tim. Por koha tregon që unë qëndrova i njëjti, kurse ju paguani hotelet edhe qerat mujore me lekët e TikTokut dhe nuk keni as byth, as bole, as tru, as mendje, as biznese, as punë jashtë TikTokut. Respekte për ata që kanë me lekët e TikTokut, kanë hapur punë, ka shumë çuna dhe goca të mira, që të paktën mundin e djersën e njerëzve e kanë përkthyer në investim për familjet e veta apo për të ardhmen. Po janë ca skrupuj individualista që zhënaja për të ardhur keq. Kështu që para se të më përmendi për keq, duhet ta dini se nuk keni asnjë lloj përfitimi pozitiv, përkundrazi keni vetëm humbje. Sepse unë nuk e kam bërë veten as për të sharë, as për të ofenduar, as nuk kam bërë ndonjëherë dallaver, asnjë gjë. Përkundrazi, po e them më troç se ka s'ka ku të vijë më. Përkundrazi, jeni ju që çfarë nuk bëni, çfarë nuk thoni, çfarë intrigash nuk hapni, çfarë nuk krijoni, dhe jeni ju që jeni gati t'i shtypni njerëzit me këmbë, të përfitoni nga situatat e njerëzve vetëm e vetëm për të përdorur situatat e tyre për interesat tuaja personale. Jeni shumë të paskrupujt, jeni shumë njerëz të ulët. Do t'ju lutesha shumë që të kuptoni se çfarë jeni një herë, pastaj kuptojeni çka keni folur për mua, edhe kuptojeni që unë nuk e ul veten që të bëj të njëjtën gjë për ju, apo pavarësisht se kam shumë herë të drejtë të flas për ju. Në rregull? Kështu që ky bidoni mund të duket boshore, po ka disa funksione. Pavarësisht se duket shumë kryen funksione. Ama jeni ca kllufa këtu në TikTok që na përmësni dhe emrin, që po deshet mos na i përmësni jo. Po mos o sinqerisht, mos na i përmëndni ose na mërzisni kështu, na i shpifni fare. E di qa do të thot të hapësh TikTokun, shikosh një kluf që po të përmend. Thoj, po më përmend ky klufi. E kuptoni apo se kuptoni? Ore babuq. Kështu që ky bidoni çuna dhe goca ka një funksion të rëndësishëm
që e mban atë pijen e pa prishur, pa ju hapur tapa. Po ju hap tapa pasandaj i ikën gazi nuk kryen funksion. Edhe rakis krapari po tjetë, po ju hap tapa avullon, ikën. Ore sigur, gjithsesi, këto janë punë të thella, dhe jo nuk e ka me njëri fare, jo mos përmes një emrar. Unë flasë në përgjithësi. Nuk, ju jini, seriosisht e keni, unë flasë në përgjithësi, ku i di djek, le ta mbaj, ç'pun ka mund. Ç'pun ka mund, nëse i djek, x-it apo y-it, nuk kam që me njeri unë në zero. Ç'pun ka mund, zero. Atere, gëzuar një qershorin për të gjithë, sa të thella janë profe dhe apo deri tek mitra. Aty vlla, deri aty edhe çik më poshtë. Gëzuar një qershorin për të gjithë fëmijët, gëzuar dhe ju uroj një vit sa më të suksesshëm dhe sa më të mbar në shkollë dhe gjithashtu të mbushur me sa më shumë edukat. Urime për fëmijët tuaj, për gjithë ju që jeni prindër, dhe fëmia është gjëja më e rëndësishme në jetë, ashtu si edhe familja. Një përshëndetje shumë të veçantë për gjithë ata që kanë shkuar në protest dhe kanë protestuar në mënyrë demokratike dhe paqësore dhe jo politike. Një përshëndetje të veçantë edhe për ata se sinqerisht e meritojnë. Pra janë dy gjëra shumë bukura sot, një qershori ditë e fëmijëve edhe protesta që ishte paqësore dhe jo politike, sepse sot kemi kuptuar që politika është bashk, ndërsa shqiptarët janë bashk. Është diçka për të vlerësuar, është një gur i vendosur në një mur të madh që duhet të ngrihet, por ama ka filluar diku dhe urojmë dhe shpresojmë që të ngrihen sa më shumë, që ajo politika e qelbur do jetë aty, por të paktën ta kufizoj pak veten, sepse sinqerisht na ka dëmtuar jashtëmase shumë në këto vite të ashtu quajtura demokraci. Kështu që bëni pjesë ju që jeni në Shqipëri, ju që keni mundësinë, o xhada, ju që keni mundësinë, unë nuk vi dot protest, për fatin e keq, me qef, me shpirt do doja të vija, aq më tepër në këto protesta paqësore dhe demokratike, ku mjafton pjesëmarrja e njerëzve dhe tregon, kush dëshiron nga ju thot, o sikur po jore, o fratello, po nuk e kemi kështu, o vlla. Po se kemi kështu, o vlla, o bo. Se kemi kështu, o shok, se kemi kështu.